Shtetet e Bashkuara u kanë kërkuar qytetarëve të tyre në Iran të largohen menjëherë nga vendi, ndërsa demonstratat përshkallëzohen dhe kufizimet e sigurisë shtrëngohen në të gjithë vendin. Në një alarm sigurie të lëshuar të martën, ambasada virtuale e SBA-s në Iran paralajmëroi se protestat po përshkallëzohen dhe mund të bëhen të dhunshme, duke rezultuar në arrestime dhe lëndime. Ajo tha se masat e shtuara të sigurisë, mbyllet e rrugëve, ndërprerjet e transportit publik dhe bllokimet e internetit janë duke vazhduar. Largohu nga Irani tani. Ki një plan për të larguar nga Irani, nuk mbështetet në ndihmën e qeverisë amerikane. Thuhen në deklaratë, qeveria iraniane ka kufizuar aksesin në rrjetet mobile, fikse dhe kombëtare të internetit, ndërsa linjat ajrore vazhdojnë të kufizojnë ose anulojnë fluturimet për në dhe nga Irani, me disa shërbime të pezulluara deri të premten. Ata që mundën të largoheshin nuk u këshilluan të konsideronin largimin nga Irani nëpërmjet tokës për në Armeni ose Turqi, theksohet në deklaratë.